Enjoy the moment, guys. Thank you very much. You he divorced already from Nikki? No. Welcome. How are you? You will give an answer. Thank you. Zoti Rama, Beautiful German press, yes. a shtypi i mrekullueshëm gjerman, a do të jeni të lumtur me integrimin gradual? I'm saying this from long. Dëgjoni, kam kohë që e them këtë. It's being heard. Më në fund po dëgjohet, por nuk mjafton I tani. believe that Besoj që Europe, for itself, first and foremost, should be. Evropa mbi të gjitha për vetveten duhet të jetë më e guximshme, duhet të ruaj procesin bazuar në merit, duhet të shkojë në drejtimin e integrimit gradual, por duhet të gjej këllqet për një moment të ri When the wall, të llojit Helmut Kohl, the great guy, kur muri ra, ky njeri i madh, East German, nuk ju tha gjermano-lindorëve tani keni 35 kapituj për t'i përfunduar përpara se sa të bëhemi bashk. Jo, ai tha ne jemi bashk. Dhe pastaj do t'ju ndihmojmë që ju të përmbushni. Pra në qoftë se BE-ja kërkon t'i përçojë botës një mesazh shumë të fortë, e t'i jap vetes energji të mëdha, duhet të thotë që kështu siç jemi sot rreth tryezës, duhet jemi gjithmonë rreth kësaj tryeze, por gjithsesi cili me statusin e vet derisa të bëhemi antar me të drejtat plota. Mendoj që është më e lehtë, ndaj është më e komplikuar për të kuptuar. Nuk e di pse thoni që është shumë vonë, ndoshta kjo është tani për shkak të Ukrainës. Jo, nuk thash që është shumë vonë, thash që nuk është mjaftueshëm. Listen, Si mendoni për këtë proces në Ballkanin Perëndimor? Ajo çfarë duhet të bëjmë nga ana jonë është t'u japim ca kuraj që të shtyjnë më fort përpara dhe ju takon atyre pastaj. Polët për momentin Kohl, po momenti Metz, si mendoni? Kancelari Metz ka folur për statuse të ndryshme. Kjo ishte për të nisur diskutimin, jo për të përfunduar diskutimin. Diskutimi tashmë ka nisur të zhvillohet me një dokument të ri, me dokumentin franko-gjerman, kështu që me shpresë dy miqtë e mi të mëdhenj dhe udhëheqës fort të respektuar të Francës dhe Gjermanisë some more stamina. do të gjejnë më shumë stamin që të jenë më tepër si Kohli dhe Mitterrandi. Çfarë? Mendoni që Gjermania kërkon t'ju lërë në sallën e pritjes, ju dhe vendin tuaj jo? The idea. Ideja apo argumenti i rrezikut ka marrë fund e kam dëgjuar për shumë vite me radhë. Because I am now. Sepse po So I saw some bëhem leaving, and I'm still here. gjithmonë më i vjetër, kam parë të ikin e të vinë dhe edhe ata që janë larguar, kur na kanë thënë që është e rrezikshme, ne duam brenda, duam të marrim brenda, ndërkohë që kanë dalë jashtë. Pra nuk është sallpritjeje, është integrim. Ja pse them që BE-ja tashmë duhet të gjejë këllqet që të krijojë një moment Helmut Kohli, pra të gjithë ne rreth një tryeze si sot gjithmonë, por gjithsecilit i duhet që të bëj punën e vet, të përmbush detyrat e veta për të marrë më shumë nga tryeza. Nuk ju thua fëmijëve shkori te komshiu derisa ti jesh gati të vishet hashmene, sepse pastaj një nga fëmijët Get to know Russian gangs. njeh një gangster rus aty në lagje, tjetrit fillojnë t'i pëlqejnë kukullat kineze e kështu me radhë. Jo, i mban fëmijët të gjithë bashkë. When Albania will join the EU. Kur do të antarësohet Shqipëria në BE, ka 3 gjëra që nuk i parashikoni dot. 3, Zotin, seksin dhe BE-n. Will you agree to meet with protesters? What? Will you agree to meet with protesters? Say it again. Will you agree to meet with the protesters so we can discuss their demands?
Protesta për rezortin, a ka kërkesa për të diskutuar? Nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse nuk ka ende një projekt të miratuar. Kështu, së pari duhet të kemi projektin dhe pastaj ta shohim projektin e pastaj ta diskutojmë projektin, por nuk diskutojmë dot diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në të gjithë median sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rreme se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Dhe mendoj që media perëndimore duhet jetë shumë më e kujdesshme, sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet kenë rëndësi gjithmonë, sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin dhe edhe sepse arkitektët më të mirët në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar. Dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Europën. Find the guts to have a new Helmut Kohl moment. E mira është të kemi një moment të ri. Helmut Kohl, udhëheqësi i madh i Gjermanisë, nuk doli pas rënies së murit për t'ju thënë gjermanolindorëve tani keni 35 kapituj që ti përmbushni para se të uleni rreth tryezës me ne, por tha jemi të gjithë të ulur rreth një tryeze dhe pastaj duhen edhe përpjekje. Pra duhet të jemi të gjithë rreth një tryeze, si sot gjithmonë, jo vetëm një herë në vit. Gjithë secili me bagazhin e vet të detyrave të shtëpisë dhe pastaj të gjithë bazuar në merit të bëhen antar me të drejta të plota. Por antar me të drejta të plota jo në kuptimin çfarë mund të marrësh nga Europa, por menjëherë antar me drejta të plota për atë çfarë mund të japësh Evropës. Në të kundërt, është si ti thuash fëmijëve, derisa të rritesh apo derisa të rriteni rrini te komshinjt. E njëri prej tyre njihet me një gangster rus, një tjetër mahnitet nga kukullat kineze dhe pastaj kur rriten nuk janë gati më që të vinë te prindrit. Çfarë po bën qeveria që të siguroj ambientalistët për projektin rezortit? Në fakt, pikë së pari kjo nuk ka të bëjë me ambientalistët, ose po themi nuk ka të bëjë vetëm me ambientalistët, ka të bëjë pikë së pari me një luftë hibride. Armiqtë të vendit, të cilët i njohim, të gjithë ata që e din historinë tonë i njohin ata, iranianët, të cilët janë angazhuar në sulme kibernetike kundër nesh qysh për një kohë të gjatë dhe që na kanë bërë kaq shumë dëme sa na kanë detyruar që t'i nxirrim nga vendi, janë pjesë e kësaj për të nxitur narrativën se projekti nuk është ajo që thuhet, por është një marrëveshje midis meje dhe Bibi Netanyahut gatuar nga Jared Kushneri për të sjellë palestinezët nga Gaza në Shqipëri. Kjo është një prej narrativave dhe ka tërhequr shumë vëmendje. Keni parë shumë video të rreme me qindra mira njerëz që bërtasin Izrael shkon në shtëpi, është e gjitha e rreme sepse nuk ka asgjë të tillë në Shqipërinë reale dhe është turp. Për ata që i bëjnë të gjitha këto gjëra. Nga ana tjetër, ka njerëz mirëfillit të shqetësuar me qëllime të mira dhe ju kam thënë, ju them, nuk keni asgjë për të shqetësuar sepse projekti nuk është gati, nuk e kemi projektin. Ti siguroj për çfarë? Ne kemi qenë të parët që kemi vendosur standardet për projektin që do të vi dhe do të presim projektin. Nuk ka asgjë për të shqetësuar në qoftë se nuk sheh që numri i allogarive apo i shqiptarëve në mjedisin digital është rritur që në ditën e parë të këtyre sulmeve. Është një sulm hibrid.